të gjendur brenda institucioneve publike, zyrtarët publik kanë informacione të shumta për keqberjet, shkelet që ndodhin brenda institucioneve publike, sinjalizimi si mjet i fuqishëm për mbandalimin e korrupsionit dhe ngritjen e dignitetit të institucioneve publike, na mundson të thotë që përmes këtij mekanizmi një mënyrë të luftojmë jo vetëm korrupsionin, por ta bëjmë edhe qeverisjen më të mirë, duke kthyer po ashtu edhe besimin e publikut qytetarëve në institucionet publike. Fokusuar në 6 prioritete kryesore: zhvillimin dhe advokimin për hartimin e ligjeve për mbrojtjen e sinjalizuesve ose përmirësimin e tyre, sigurimin e zbatimit të duhur të ligjeve të miratuara për sinjalizimin, rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për rolin e sinjalizimit dhe forcimin e llogaridhënies, mbështetjen dhe këshillimin e sinjalizuesve të veçantë, hartimin dhe publikimin e raportimeve sinjalizuesve në raste të hakmarrjes së tyre, si dhe ndërmarrjen e fushatave për të adresuar çështje që lidhen me sinjalizimin, antikorrupsionin dhe forcimin e integritetit të institucioneve. Që nga themelimi i tij, koalicioni ka shërbyer si një mekanizëm për të mbështetur veprimtarinë e anëtarëve të tij dhe për të forcuar ndikimin e tyre në vendet respektive. Veprimet e sinjalizuesve mbar botën kanë rezultuar në diskutime globale e reforma të thellësishme përfshirë ligjore ndër tjerash lidhur me llogaridhënien e strukturave ushtarake e strukturave të sigurisë, proporcionalitetin e duhur në mes sigurisë dhe të drejtave që ndërlidhen me privatësinë, luftimin e korrupsionit në institucione publike e ndërkombëtare dhe rrëzimin e figurave të fuqishme publike e politike, duke ridimenzionuar për pasojë raportin në mes të fuqisë së pushtetit dhe detyrimit të llogaridhënies. Fatkeqësisht, shumë nga këta individ, jo vetëm që vazhdojnë të trajtohen si figura kontraverse, ndonjëherë të festuar si heronj e ndonjëherë të linçuar si tradhtar, por shpesh kanë humbur vendet e punës, mirëqenien ekonomike, kanë gjetur strehim në shtete tjera, kanë kaluar vite të tëra procedurash gjyqësore dhe janë dënuar edhe me burgim.